Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi të zgjasë pezullimin e një vendimi që do të kufizonte aksesin ndaj pilulës së abortit mifepriston në të gjithë vendin. Vendimi i përkohshëm do të mbetet në fuqi deri më 14 maj, ndërsa gjykata shqyrton çështjen. Gjykatësi Samuel Alito vendosi që mifepriston të vazhdojë të përshkruhet përmes telemjekësisë dhe të shpërndahet me postë të paktën për momentin. Çështja lidhet me një paditë ngritur nga shteti i Luizianës, i udhëhequr nga republikanët, kundër një rregulli federal të vitit 2023 që lehtësoi aksesin ndaj ilaçit. Një gjykat apeli në New Orleans kishte rikthyer më herët rregullin e vjetër që kërkonte vizitë fizike te mjeku përpara shpërndarjes së pilulës. Megjithatë, Gjykata Supreme ndërhyri duke e pezulluar atë vendim për të fituar më shumë kohë për shqyrtim. Mifepriston përdoret në shumicën e aborteve medikamentoze në SBA dhe ndryshimet në mënyrën e shpërndarjes së tij mund të kenë ndikim ndërkombëtar. Çështja rikthen debatin mbi abortin në Gjykatën Supreme vetëm pak vite pasi ajo rrëzoi vendimin historik Roe kundër Wade në vitin 2022. Pas atij vendimi, 13 shtete amerikane vendosën ndalime pothuajse totale të abortit, ndërsa disa të tjera miratuan kufizime të ashpra.